e mërkur, dashi, lodhja e grumbulluar mund të fillojë të ndihet. Mos e teproni me aktivitete fizike dhe gjeni kohë për pushim. Demi, organizimi juaj kërkon më shumë kujdes. Kujdes me ushqimin dhe mos neglizhoni shenjat që ju jep trupi. Binjakët, stresi mund të ndikojë më shumë se sa mendoni. Mundohuni të shmangni debata dhe situata që ju ngarkojnë emocionalisht. Kaforja, një shqetësim i vogël shëndetësor mund t'ju detyrojë të ngarajsoni ritmin. Pushimi do të jetë aleati juaj më i mirë. Luani, energjia luhatet gjatë ditës. Mos e nisni mëngjesin me nxitim dhe kushtoni rëndësi hidratimit. Pyqëresha, kujdes me sistemin tretës dhe ushqimet e rënda. Trupi juaj ka nevojë për shumë ekuilibër. Peshorja, mund të ndjeheni më të lodhur se zakonisht. Një gjumë i mirë dhe pak kohë larg teknologjisë do t'ju bëjë mirë. Akrepi, mos u shtyni kontrollit ose këshillat mjekësore nëse keni pasur shqetësim me kohët e fundit. Parandalimi është çelësi. Shqetari, tendenca për ta tepruar me aktivitetin mund t'ju kushtojë energji. Dëgjoni kufit e trupit tuaj. Pricapi, kujdes me tensionin dhe lodhjen mendore. Një lajm ose një situatë stresuese mund ju ndikojë më shumë se zakonisht. Ujori, një ditë e mirë për të kujdesur për veten. Shëtitjet në ajër të pasur do t'ju ndihmojnë të rifitoni energji. Teshqit, imuniteti mund të jetë pak më i dobët. Mos e neglizhoni pushimin dhe ushqyerjen e shëndetshme.